نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, për ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në gjysmën e muajit të Ramazanit. Kjo është dita e 15 ku e lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu agjërimet tona t'i ketë bo kabul, e pjesën që na ka mbet, e që është pjesa më e mirë e Ramazanit, ku shpresohet që të jetë edhe nata e Kadrit. E lutim Zotin e Madh Allahu të na jep shëndet dhe vullnet që të vazhdojmë me agjërime, me vepra të mira, me namaz, me sadaka, me gjëra të cilat na afrojnë te Zoti jon te bareke ve teala. Ne do të vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala që të flasim për ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam. Në 3 ligjëratat e kaluara i morëm 3 takime të cilat i ka pasur Firauni me Musain alayhi salatu wassalam, 3 ballafaqime, 3 grindje të mëdha të cilat kanë ndodhur, njëra në pallat edhe tjetra gjithashtu në pallat dhe e treta ka ndodhur në qytetin e Firaunit. E sot ndalemi me lejnë Allahu te bareke ve teala për shkak se atje i morëm 3 sure apo 3 pjesë nga 3 sure të mëdha. E sot ndalemi me lejnë Allahu te bareke ve teala me disa prej mësimeve dhe vajzave dhe edukatave të cilat duhet t'i nxjerrim nga këto 3 ngjarje. Do të mundohemi që të 3 surat që i kemi marrë t'i nxjerrim sot disa prej dobive me lejnë Allahu te bareke ve teala. Do të fillojmë nga ngjarja e parë, nga takimi i parë ku Musa alayhi salatu wassalam u takua me Firaunin, por ishte veç Firauni dhe Musa alayhi salatu wassalam dhe Haruni. Pra ishte takim i vetmuar, ishte takim mes Faraonit dhe 2 pejgamberëve, Musës dhe Harunit alayhi salatu wassalam. Dhe e pam se ky takim ishte pak më i ndryshëm nga ato 2 takime tjera ku Faraoni u bë pak më arrogant edhe u shfaq më mendje madh. E do të ndalim sot me lein Allahu te bareke ve teala me surën Taha, surja 20. Kur e dërgoi Allahu xhela xhelalu Musën te Firauni, çka i tha? I tha: "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Tha shkoni ju të ditë te Firauni, mirë po çfarë i tha? Tha faqula lahu qawlan layyinan. Dhe folni atij me fjalë të buta, me fjalë të amla, me fjalë qeta. Lin është çdo fjalë dashamirëse, është çdo fjalë e cila nda ka përkthjelje, është çdo fjalë e cila ka butësi dhe njomësi. Andaj shiko, mësimi i parë që duhet ta nxjerrim nga ky varg takimesh, se fjala e mirë, fjala e butë, është fjala e cila deporton në zemra, nga e cila shpresohet me e pranue thirrjen islame si cilit që i drejtohet thirrja. Andaj të nderuar xhamatli, thirrja në islam është thirrje drejt zemrave. Kur ti i fol dikujt me hin islam, mu fal namaz, me agjërue, me dhanë zeqat, me lanë një haram, kujt ti ju drejtu? Sinit ati, veshit ati, gojes ati, trupit ati, a zemrës ati? I du drejtu zemrës. E a ka në trup njerit çështje dhe organ dhe gjymtyr dhe pjesë më të ndihshme se zemra? Çështja e fizikut është e njohur te neve, syt, vesht, goja, dora, kama e kështu me radhë. Dhe këto dallojnë njëra me tjetrën. Për shembull, qelizat e kamës nuk janë si qelizat e synit. Një njollë e vogël me të hinjen symi njëherë syni reagon, t'ja pa larg heke. Apo, a kama jo, nuk reagon se është më e fortë, është bë për të shkel, është bë për të ecë e kështu me radhë. Pra qeliza e kamës dallon mbi qelizës së synit. Madje qeliza e synit dallon prej qelizës veshit. Veshi për shembull, nëse i mbledhet një varg njolla nuk reagon, se është ndryshe, është krijuar. Ndërsa qeliza e synit është më e ndjeshme. Qeliza për shembull e gjuhës. Gjuha pak në diçka mos më pa në rregull, më një herë të jap ti alarm, heke, largoje, e kështu me radhë. Për çfarë arsye? Nga se tjetër rol ka. E tani qeliza ku më të njomat, ku më të ndihshme të dunja i ka kriju Allahu gjatë të njerëzit cilat janë
zemra. S'ka më të ndihshme se zemra. Për gjysmë shkronje idhnohet, për gjysmë shkronje pajtohet, për një trajtim të gabueshëm e merr çetërkahje, për një sjellje të gabuar këtë rrotullon komplet. Për këtë arsye shiko, Allahu xhele xhelalu kur I ka thënë pejgamberit alayhis salatu wassalam se ti me butësinë tënde I ki fitu njerëzit, me sjelljen e butë tënde I ki bën njerëzit ka veti. Çfarë ka thënë? Fe bima rahmetin min Allahi linte lahum. Me rahmet të Allahut I sill but me ta dhe e mba pagant musliman. Apo? E çfarë I ka thënë pasaj? Walau kunte fadhan qalidhal qalb. Me paskonti I vrasht edhe zemër ngurt. Apo, shiko dhe zërë, zemra, ma në men. Se na shpesh her harrojmë se një shikim I gabum godet në zemër. Një fjallë I jo e formulume si duhet, godet në zemër. Një trajtim, do njëherë edhe pa qëllim, jo me kast, ama godet në zemër. Se zemra është te përëndishme. Dhe për këtë ndjesi të hollë të zemrës, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahumme ya muqallibal qulub. O Allah, ti I cili shko rrotullon, ato sikur vazhdimisht rrotullohet. Zemra nuk ka sin as sabah sin akşam. A keni bë disponimi? Ku o disponimi? Disponimi arrin sin janë vesh, andor, disponimi janë në zemër. Kur ti ki disponim, çi ki disponimi, ku e ka vënën në zemër. Çi ki disponim rrotullohet më në dakikit. Për këtë arsye shikoj se sa precizi ka thënë Allahu te bareke ve teala. Fa qula lahu qawlan layyina. Qula lahu tudit folni but. Tu ditë folni mirë, pse? Sepse qëllimi jam I marr zemrën Firaunit. E zemra nuk mirët me fjalë të randa. Për këtë arsye të ndëruar xhamatlim, mësimi I parë, e që është shumë I rëndësishëm, është në Islam nuk thirret me vërtetësi. Japi zor sa të dush. Zemra nuk ngon. Ti ka mundësi dikush për Y dit, X dit, 10 dit, 20 dit, 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, me zor rrethane caktuar, zemra plas dhe del. Pse? Sepse ai kryesori ku e menaxhon këtë trupin kusha? Zemra. Andaj ka thonë faqula lahu qawlan layyina. Thuni fjalë të buta. Kujna? Firaunit. Mendje madhit madh në dunjë, s'ka pas arrogant madh. Andaj me çka e ka nis muhabetin ka thonë folni but. Folni but. E pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk I ka thonë folni but. Pse sa I ka fol vet but. Andaj ka thonë fe bima rahmetin min Allahi lintanahum. Manemen çdo gjë çka Allahu I ka thonë Musës bane, pejgamberi sa më ka bë vet. Pa I thonë. Pse? Se Allahu ja ka ngrit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi të tjerët pejgamber. Andaj fjala e but, fjala e mirë, fjala e lehtë, fjala e ëmbël, fjala e cila vjen me dashamirësi, me shpirtësi, fjala e cila vjen hall e formume, mirë e formulume, ajo zëven në zemër. Ajo zëven në zemër. Dhe këta vëllezër nuk shohim vetëm në thirrje islame, këta e shohim në raport përditor. Ti, a do një njeri cili të rri kështu, që I thojnë ana sinjve, edhe të rri vrasht, nuk e do. Ai cili flet mirë, flet amël, flet me kujdes, apo dhe këshirë mos me të prek me fjalë, është më I kujdesshëm. Cilin tip I dyve e don më shumë? Ai cili është më I sjellshëm. Për këtë arsye vëllezër, sidomos në Islam, sidomos kur bëhet thirrje, duhet të bëhet thirrja me çfarë? Duhet bëhet me delikatesën më të hollë, me disiplinën më të lehtë, pse për shkak se zemrat janë shumë të ndihshme dhe më njëherë reagojnë. E si bëhet muhabeti kur ai I cili kam ju bë thirrja, ai në bazën arrogant. Ai edhe kur ti fol shmiri duket ka e prapa. Andaj ka thënë Allahu fa qula lahu qawlan layyinan. Se la'allahu ndoshta kthehet. Për faraonin ka thënë ndoshta kthehet. Ndërkohë që na I humb na shpresat për njerëzve të cilët janë faraona, janë diktatora, janë njerëz të cilët ndoshta nuk e din fen, ndoshta nuk I ka mri Islami çish duhet, ndoshta se ka kuptuar seriozitetin e fesë Allahu xhelalu ala me këtë çish duhet me fol. Ala ma but. Për këtë arsye vëllezër Allahu te bareke ve teala, në gjën e parë që na mëson neve, cila është se fjala e but ndikon në zemra. Fjala e but e rrotullon zemrën vëllezër. Me fjalë të buta pejgamberi alayhis salatu wassalam 120.000 arabi ka pshtu pi xhailetit dhe pi shirkit dhe I ka bë musliman. 120.000 me të cilat 120.000 këtë dunjaja u ka bë musliman. Këtë dunjaja u ka bë musliman. E dyta vëllezër, shiko, I ka thonë idhhaba, shkoni dhe thuni Firaunit. Ndoshta kthehet, ndoshta I tekët, ndoshta kthjellët, këndellët,
i përdor aftësitë e veta që ja ka dhënë Allahu xhelel xhelalu prej mendjes e kështu me radhë, ndoshta dhe kjo vëzë çfarë argumenton? Kjo argumenton vëzë se nuk duhet humbur shpresa për asnjë njeri në dunja që e pranon Islamin. Derisa ka ardhur transmetime për Omer ibn Khattabin radhiyallahu an, para se me pranu Islamin, ka thënë disa prej arabëve, wallahi kur se kena mendu se Omeri e pranon Islamin. Qash i vrash që u konë, qash i ashpër që u konë, mirë po, ka këthije me doane për nga mberit a.s. dhe Allah ja ka shkujt Islamin zemër. Për këtë asyë vëzër, nuk dihet asnjë. Ebu Sufjani i cili e ka organizu luftën e Uhudit dhe a konë të emit për nga mberit a.s. në luftën e Uhudit, që ki Ebu Sufjani i cili e konë arroganti të paganët maj madhe. Me gjitha ta, duke i fol Abasi, Agja i pejgamberit, duke i fol deri sa çfarë ka thënë? Ka thënë, qomë se e pranoj fejen. Për këtë asyë vëzë, mos e shpresën. Asnjëherë mos e shpresën. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibit deri në momentin kur ju kanë mshël sinj si ka shpresën. Nuk derisa ka madje edhe mas i ka mshël sinj, prap ka insistuar pejgamberi sa. Prap ka insistuar. Derisa Allah ka zbritur ajete. U kri kjo punë. I ka mshël sinj pagan. S'ka më për këtë shpresë. Këtë nga çka? Nga butësia e pejgamberit sa më dha, nga çfarë? Nga dëshira për ta pranuar njerëzit fein Allahu subhanahu wa taala. Andaj nuk ka për besimtarin çfarë? Humbje shpresës. Mos i humb shpresat. Fol me të mirë, fol me respekt, fol me edukat. Asnjëherë nuk i dihet kur është pranimi i frytit dhe kur del e mira e njeriu. Tjetra, cila dhe zot? Dëgjoni. Tani kemi 3 sure, mirë po do të mundohemi për 2-3 takimeve me nxjerrë disa prej dobive që janë dobishme për neve. Thot Allahu te bareke ve teala, kur ja ka prezantuar Islamin Musa alayhi salatu wassalam dhe Haruni faraoni që ka thënë wassalamu ala man ittaba al-huda. Vini lezër Kur'ani është shumë interesant se si na mëson me fol, si na mëson me thirr, si na thot me ju drejtu njerëzve. Nëse kanë ardha me nëna se qysh i morë në fjalit pisokaki që ashtu i gjujna edhe mos po dhez, nuk dhez ajo. Pejgamberi ka në Allah e kam su ka thonë qështu thuj, qështu merr vesh ai. Nëse merr vesh qështu, nëse s'merr vesh hiç. Nëse ai me fjalë të buta s'merr vesh, a ka me morë të vrashda? Ai me të butë s'ka mund ndikue, ka mund ndikue me të vrashda. Ai me të vrashda nuk ndikon. Andaj shiko kur i kanë thënë Musa dhe Haruni që i kanë thënë? Ka thënë Rabbena inna nakhaf, na tutmi se ai yafruta alejna, ai na vret në vend. Na vrat në vend. Një njeri cili Musa thot ki na vrat mini herë, sa but du të me fol me atë? Qka e mini herë vrat, vranë mini herë, prejne. Për këtë asyjo dhe zër, Allahu i mëson pejgamber qysh me fol, e në përmet tërë në mëson edhe neve. Se këto nxarës kanë zbit kot, kanë zbit për neve. Thot Allahu te bareke ve teala, i tha Musa wassalamu ala man ittaba al-huda. Shiko që i ka thonë? Ka thonë selami, mbrojtja, siguria është vetëm për ata të cilët e ndjekin udhëzimin. Nuk i ka thonë oj devijum. A ka më devijum se faraoni? S'ka më devijum se faraoni. Ka thonë unë jam Zot. A ka tin çato njerëz që ti thirr? A ka dikush që ka thonë unë jam Zot? A ka? Çështu ka thonë ana rabbukumul a'la. A e njëti të një njeri sot gjallë që thot unë jam Zoti ju e më i madh? A e njëtë një? Zbesoj që e njëtë një. E që kjo akon ky i cili ka thënë unë jam Zoti juve më i madh, Allahu çfarë i thot? Wassalamu ala man ittaba al-huda. Selami është për ata që e marrin rrugën e udhëzimit. Nuk pi thot oj devijum ti je i pambrojtur, po çfarë i thot? Pro tërthorazi. Tërthorazi. Se mi paston oj devijum ndron muhabeti. Po çfarë i ka thënë? Paqja është për ata të cilët e ndjekin udhëzimin. Paqja është për ata të cilët e ndjekin udhëzimin, dhe kjo ka qenë traditë e pejgamberit alayhis salam, që thirrsave, që të thirrurve ju ka bëu kështu selam pe prabesimtarëve. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Selami është për ata që e ndjekin udhëzimin. Pra, nëse udhëzoheni, nëse merrni rrugën e Zotit, selami është për juve. Ama as nuk e prek për mi thonë oj devijum, por ja lën çfarë? Ja lën në mutlak, ja lën në hapësirë. Si dush me arket të udhë që ka rruga me e mirë. Andaj, qiko selamu ala man ittaba al-huda. Dhe kjo dhe duhet jetë thirrja e besimtarit ndaj të tjerëve. Udhëzimi është me selamin. Selami është me udhëzimin. Jo me u drejtu njerëzën çfarë fytyr me fjalë të rana. Sepse ai gjener bolle ka të rana. Ti edhe kur ti thuish, për shembull vëllazër.
Nëse një njeriu vëzëri be kanceri, runa Zot, Allah i shëroft të sëmurët të muslimanëve, edhe ti nervozohesh me atë njeri, për shembull tazojna e ka terapien me pije, edhe se pi ilaçin. A ban mi thon, o i smut me kancer. A ban me thon çështu? A i smut me kancer. Ama a ban mi thon çështu? Nëse një njeri ti be gripi edhe si pi hapa, çish duhet? Apo nuk i rri gati çish duhet udhëzimit mjekësor. A ban mi thon, o i smut, o i gripost, o ti cilis nuk shnoshesh kur, jo zban o vëzër. Pse se ala ma shumë e ranon. Andaj na shpesher na e dim që ka kancerin. A ki pasi thot, a se ti thot që e ka kancer, po e dim, po nuk ban me thirr çështu. Se i dham shumë atina. Po këtë arsye ka thënë wassalamu ala man ittaba'al huda. Selami është për të udhëzuarit. Çka ka mujt mi thon? Ka mujt fjalë tjetër mi thon. Ka mujt mi thon, xhenemi ja për të devijuar si ti o Firaun. Ama nuk i ka thënë çështu, sepse ka qëllimi o kanë me udhëzu. Wassalamu ala man ittaba'al huda. E na çfarë thonë Allahu, ne e përdorim këtë tjetër. O ti me emra të këqij. Po këtë arsye vëllazër, Allahu xha na mëson në këtë, se nëse Firauni do të më thonë wassalamu ala man ittaba'al huda, e çfarë ju thuhet të tjerëve? Të se janë ma poshtë se Firauni. Janë ma poshtë se Firauni. Pastaj çai ka thënë vëllazër, shikoj çai ka thënë. Ka thënë inna qad uhiya ilayna anna al-'adaba ala man kadhaba wa tawalla. Shikoj vëllazër çfarë fjalimi, çfarë zemër gjerësie në muhabet. Musa alayhis salam i thot kujna Firaunit, ja jep lajmin ka me shku ki, ama jo drejt për drejt. Jo drejt për drejt. I thot kështu, neve na ka shpall Allahu. Më njëherë, jo unë s'po tham unë. Allahu na ka shpall, qad uhiya ilayna, Allahu na ka shpall se azapi edhe ndëshkimi është për atë çka përgënjeshtron Allahun, edhe i thot Allahut që nuk është i vërtet dhe nuk meriton adhurimin dhe ja kthen shpinën. Që i bie çfarë? Nuk e na të fol për ti o Firaun. Na të fol për atë çka përgënjeshtron. Ti shpresohet mos me përgënjeshtru. Ti shpresohet me besu. Ti shpresohet mos mu kanë çiki. Andaj shiko, ka fol me përemrin e tretë. S'ka fol, ka mujt mi thon kështu. Azapi është për ti o Firaun se ti s'po beson. Jo, ka thënë për çfarë në Kur'an dhe Kur'ani është mrekulli e Zotit xhelel xhelal. Për te mrekullisë, për te takatit njerëzor. Inna qad uhiya ilayna. Na ka shpall Zoti i Madh. Çka na ka shpall? Se azapi e rrok ka. Kush ka në rrok azapi? Ai i cili s'beson. Jo, çfarë do të fol për ti. Kjo vetë çfarë i thonë? Kësaj i thonë, lajmërim për meritën, për ndëshkim, pa ju drejtuar për emrin ti. Pa ju më thonë ti azabi ka me të rogë, ti në gjenemi ka me të rogë. Jo, që e ka për emrin e tretë. Kjo dhe zërë qëfar, edhe këso i thojnë buci, edhe këso i thojnë retorik. Retorik qëfar monir dhe formulim i fjalis në atë form që nuk e godet drejt për drejt, po e godet tërthorazi. E godet tërthorazi. Dhe kjo është metodë kuranore. Kjo është metodë kuranore. Alladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Ai i cili ka ardhur me të vërtetën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ai i cili ka vërtetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse kjo ka zbrit për Abu Bekrin, ama kjo tërthorazi nxit njerëzit, besone. Besone Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, alladhi jaa bis-sidq, i cili ka ardhur me të vërtetën dhe ky i cili e beson, ti shpreson më kon ky i cili e beson. Për këtë arsye vëllazër, mësimi i katërt që ka ardhur në këtë takim, cili jo që kur flasim me njerëzit, ndoshta ti e di se për shembull, ç'ki punë që shika për xhenet nuk ka nis. Ç'ki punë që shika, e di që për xhenet me ka marr rrugën, ama mos drejt për drejt. Mos drejt për drejt. Katër thorazi, me thon për shembull, mundesh mi thon, azab kanë me pas ato që sengojnë Allahin. Ama ti si thu, ti që sengon Allahun. Po ata, kush janë ata? Po tash ti mendoje. Ata të cilët nuk e ngojnë Allahun xhelalu ala, ata që s'falën, ata që s'agjërojnë, ata që nuk japin zeqat, ata që s'bojnë haxh, ata që bojnë haram edhe krimin e tokë. Ama nuk i drejtohesh me për emrin ti, sepse për emrin ti vëllazër vret. Për emrin ti, është problematik. Andaj kur ka transmetuar Abu Huraira hadithe, i kanë thënë disa njerëzve, shumë hadithe ti po transmeton? Shumë hadithe. Hadithe që kanë transmetuar Imam Buhariu. Edhe ka thënë Abu Huraira radhiyallahu an, ka thënë wallahi që to që kem të transmetu, edhe një varg hadithe që kam pa transmetu hiq. E kam kesën me veti, e kam, i di, edhe që kaq, ama nuk i kalzoj. Si kalzoj ato hadithe. Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Qurtubiu, Imam Nawawiu, dietarët e muslimanëve kur e kanë komentu që këtë fjalën e Abu Hurairës, i kam edhe shumë hadithe pa kalzu. Pse s'ka kalzu? Për i ka kalzu ato hadithe, do i kam sheh.
Pse si ka kallëzu? Thot Ibn Hajar al-Asqalani, sepse ato hadithe ka pas drejtim me emrin e mbemur. O filan, ti je i keqi. Më ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kto si ka kallëzu? Pse? Se nuk i duan njerëzve. Por çe më thuhet se Abu Huraira e ka ditë se ka më dal Haxhaxhi pi filan pi babës vet. Ja ka njoft bab, ka thonë, pi ti ka më dal një njeri, ka më vra, ka më pre pa hesab. Po tash para më në njëri ti më thon me pas shpallje. Ti ka më të lind ti një djalë. Djali jot ku ti bojë 20 vjet ka më kon kriminali më i madh më hall. Në qytet. Ai hala si ka lind djali. Para më çfarë lajmi jep ti atij? Ka më të lind një djalë ka më kon kriminal. Kjo lajm i ran, s'ka kallzuar. Pse? Andaj ka thonë, mi kallzuç ato lajme, s'ka mi ka kallzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo në të mia. Më shkon kria. Sepse njerëzit nuk durojnë mi ballavaçu kështu, drejt për drejt. Por veç pejgamberi i ruan Allahu xhelalu ala. Andaj kur i tha Musa, un tutna se mrasin, ja Rab, çka i tha Allahu xhelalu ala? Idhhaba. Shkoni. Oni jam me juve. Inni ma'akuma. Oni jam me juve dyve. Asma' wa ara. Dëgjoj dhe shoh. Andaj mësimi i katërt është që thirrja dhe ligjërimi duhet ju bëhet njerëzve tërthorazi me metoda të mira dhe të buta që ta pranojmë fen Allahu subhanahu wa taala. Mësimi tjetër i radhës, cila është se faraoni kalojmë tani tek sura Al-A'raf. Tu kemi edhe mësime të tjera, sura Taha, mirë po do të shtim nga se neve na duhet me vazhdu me ngjarjen e Musait alayhis salam edhe më andej. Kur takohet në takimin e dytë, përmendëm detalet këtë takimin e dytë në surën Al-A'raf. Tani kur takohet për çdyti i mbledh edhe krerët e shtetit, edhe ministrat, edhe gjeneralët, këtë i mbledh me një vend. Edhe gjatë debatit vëllazër, çfarë bëjnë? Gjatë debatit, Musa alayhis salam i ia thot troç dhe drejt për drejt hakikatin e davetit vet, hakikatin e thirrjes së vet. Andaj çfarë i thot? Thot, unë jam i dërguar prej kujna? Prej Allahu te bareke ve teala. Jam i dërguar prej Allahu te bareke ve teala. Dhe jam me kërkesë drejtuar teje që të më shlosh bijtë e Izraelit. Si e ka prit Firauni këta? Në çta ka një mësim që duhet ta nxjerrim na. Kjo vëllazër argumenton për çfarë? Se Firauni kur është ballafaquar drejt për drejt me hakikatin e thirrjes së Musait alayhis salam dhe krerët e shtetit e kanë përcjell mirë dhe kanë lexuar mirë thirrjen e Musait alayhis salam. Inni rasulullahi ilay, inni rasulu rabbil alamin. Unë jam i dërguar i Zotit botrave. Inna rasula, ne jemi dy të dërguar të Allahut te ti. Këtë kjo vëllazër, a e ka lexuar mirë Firauni? E ka lexuar mirë. Krerët e shtetit a e kanë lexuar mirë muhabetin? Këtë e kanë lexuar mirë. Si e kanë prit? E kanë prit kështu. Qala al-mala'u min qawmi fir'aun inna hadha la sahirun alim. Ky koka sihirbaz i mirë, sihirbaz i dishëm, profesionist, mjeshtër i sehireve. Kush ka thënë? Krerët e shtetit, generalat e shtetit, ministrat e shtetit. Si e kanë komentu? Çfarë qëllimi ka daveti Musës? Puç. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Famadha ta'murun? Ky do më nxjerr pi tokës juve. Kësaj që i thon gjuhën e bashkëore, puç. Puç, pra organizim i fshehtë për ta përmbys shtetin, për ta përmbys qytetin, për ta përmbys rendin ton. Andaj, për shkak të ballafaqimit me Musain alayhis salam dhe kuptimit të hakikatit davetit Musait, me një arsye kanë akuzuar, ka thonë që kanë puçist. Ky do më na e morë neve shtetin. S'ka pas ide kur gjon me shtetin e Firaunit Musa alayhis salam. Andaj ka thonë shlomi bijtë e Izraelit do na ecë këtu. Shlomi, na do na më shkon Palestinë. Andaj do dhimbna, do të vazhdon Musa alayhis salam ti mbledh popullin e vet besimtar dhe të ligët pi faraonit dhe të shkon në Palestinë. Shkon te toka që ajo ka premtuar Allahu te bareke ve teala në kohën e tyre. Andaj, për shkak se e kanë kuptuar mirë thirrjen e Musait alayhis salam, mirë po e kanë komentuar me të keq. E kanë komentuar me të keq. Çfarë kanë thënë? Ka thënë Musa don me e përmbys shtetin ton. Kjo për çfarë o vëllezër? Sepse kur ju thu njerëzve që ky njeri do me përmbys shtetin, njerëzit pra në emocion bin. Pse ky do me prish rënën? Pse ky do me prish qetësinë ton? Andaj për të provokuar emocionet e njerëzve, çka kanë thënë krerët? Ky do me prish rënën. Ky do me prish shtetin. Apo që njerëzit thonë Mete ma se do me e prish shtetin ky. Shtinë në burg ma se do me e prish shtetin ky. A me kësë ka qenë hakikati i vërtet. Musa alayhis salam nuk ka thirr për mi aprish shtetin, po ka thirr mi u bind Allahu subhanahu wa taala.
Ka thirë mi u bindë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur I ka thue letra krijetarëve të shteteve, çfarë ju ka thënë? Aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratayn. Pranoj Islamin, shpëton. Allah e të jap shpërblimin dy fish, për ty edhe për popullin. Edhe ata morën karikën? Jo. Ka thënë nëse pranon Islam, çati kimenit, rri. Çati ku jo krijetar, shpërblimin e merr dy fish, si krijetar dhe si çfarë? Pra, për Islamin personal dhe për Islamin shoqëror. Andaj Allahu xha nuk ka ardhur për mirëzu karriket e njerëzve, po ka ardhur për me përmirësu statuset e atyre që ka ulën karrike. Ka ardhur me thonë banu musliman, pranoj Islamin. Pastaj se prap dikush do të më udhëheq, ama me Islam, me ligjin e Zotit subhanahu wa taala, me rahmetin Allahu te bareke wa taala, jo me tekat e tua o Firaun, jo me ata që çysh tekat ti kur dush prajnë, kur dush le. Kjo ka qenë thirrja e Musait alayhi salatu wassalam. Gjithashtu vëllezër, çka ka kuptuar Firauni dhe krerët e shtetit pe thirrjes Musait alayhi salatu wassalam? Çfarë ka kuptuar? Ka kuptuar se kjo I bie kështu, se masi ka Zot Rabbul Alamin, Allah, ajna ka kriju, ajna furnizon, natyrë shumë I bie që aj edhe na gjikon. E pasi që na gjikon aj, I bie që unë e kam gabim, I bie se unë e kam gabim. E nëse unë e kam gabim, duhet me shlu fronin. Duhet me shlu fronin. E qysh duhet me shlu fronin? A shlohet froni let? Jo. Për shkak se e ka perceptuar thirrjen e Musait alayhi salatu wassalam, andaj minjar ka shku në akuz dhe minjar ka shku në kërcënim, se kjo çka po thu ti o Musa I be që unë me lan karrikën. Kjo I be që ke deri sot që kam gjiku këtë gabimo, këtë torturo, këtë diktato, këtë zullumo. A I be që shdo? Po I be që shdo. A I tha Musa? Nuk I tha. Pse nuk I tha? Sepse nën kuptohet. Kur ti thue unë më ka dërgu Zoti botrave, por ti si e Zot. Kur më thu shlëm I bitë Israilit, ti nuk I aj që merr vendim. Ti duhesh veç me zbatu urdhën e Allahu xhelel xhelalu. Për këtë arsye në thirrjen e Musait alayhi salatu wasalam ka pas kuptim, pra e ka zbardhy, e ka çmontu komplet hakikatin e Firaunit. Andaj thirrja islame dhe thirrja pejgamberëve në realitet është thirrje të Zotit dhe çmontim dhe zbulim I zullumçarëve. Ajo çmonton, ta nxjerr thotë. Ha, walitastabina sabilul mujrimin. Allah thotë xhelle xhelaluhu, ne kemi zbrit këtë Kur'an që të bëhet e qartë rruga e zullumçarëve, që të bëhet e qartë rruga e kriminalëve. Rruga e kriminalëve, rruga e njerëzve të cilat donin me torturu njerëzit dhe donin me I përsekutu njerëzit. Pastaj I thirrin sirbazët. Edhe pastaj vazhdon debati. Çka do vazhdon debati? Faraoni I mbledh sirbazët e pallatit një herë, pastaj para se të mbledh ato sirbazët e dytë. Çka kërkojnë ato? Wa ja'a as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Shikoj vëllezër. Ata kanë thënë kur kanë ardhur sirbaz, shpërblim, parë, rroga, anarritët e kështu me radhë. Që ta kuptojnë në mësim shumë të madh vëllezër. Ndikimi I fuqishëm I pasurisë në vazhdimin e rrugës së kot. Inna lana ajran, në rrugë kena. A është rrugën? Në rrugë kena. Sirbaz të parë kanë thënë, në rrugë kena. Sirbaz të dytë kanë thënë, bëna rrugë. Të parë kanë pas rrugë, kanë dashur me rrit. Dytë kanë pas rrugë, kanë dashur me mbush problem. Andaj pasuria dhe parja dhe monedha, ari dhe argjendi, pra me fjalë të tjera, euro dhe dollari dhe frangat, e tjerë prej monedhave, çfarë bajnë? I ndryshojnë kahje dhe shtratat e jetës së njerëzve, derisa të vjen shpallja e Zotit xhelel xhelalu. Andaj shiko, këta e kanë ditë çka janë ndushuar. E kanë ditë se s'ka të baje këtu as me mujt, s'kan shku sirbaz me lip vërtetë. S'kan shku sirbaz me thonë tashona Musa, a është pejgamber, çao. Jo. Inna lana ajran, para kanë lip minjëherë. Që ta kuptojmë ne vëllezër, dhe që ta kuptojna se sa pasuria dhe parja I ndryshon muhabetet. A e disa njeri e dy që shibje, po I ka dy pare për para nuk shë. Apo, a e keni pa njerëz vëllezër kur del për parja për para? Andaj transmetime ka ardhur se Iblisi kur e ka pa parën e ka puth. Edhe ka thonë, me që të dijat, unë I devijoj bitë Ademit. Me që të dijat. A e keni pa vëllezër njerëzit me parë që ka bërë? I rrotullon këtë muhabetet, I rrotullon këtë aparimet, I rrotullon kreta qëndrimit e tij. Pse? Sepse parja ka fuqi.
ka fuqi ndikimi. Alladhi jam'a malan wa addada, ai i cili Allah thotë mbledh pare dhe i numëron ato. E i dhe numëron ato. Pasuria është problematik e njerëzimit. Pse a njerëzimi parja o problematik. Andaj Allahu xhel xelaluhu në surën Al-Fajr kur e ka përshkruajt birën e Ademit, i cili s'ka besu, çish e ka përshkruajt? Ja, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dhe ju e doni parën me një dashni të madhe. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo ummet ka pos fitne. Fitnja ummetit tem është dinari dhe dirhemi. Çdo ummet ka pos fitne. Ama fitnja e ummetit tem është dinari dhe dirhemi. Pra dollari dhe euroja dhe frangat dhe të gjitha monedhat që ekzistojnë janë fitne për njerëzit. Fitne. Andaj besimtarëve duhet me pas kujdes. Pasuria o mjet nuk o qëllim. Andaj këto të minja çka i than? Pagun fira? A pagun. Pra nuk o konë muhabeti vërtetës, o konë muhabet fitimi. Kjo është para se me besu. Masi kanë besu, kanë ndryshu muhabet. Po këtë arsye vëllezër ne duhet ta kuptojmë që në dunja shumë prej qëndrimeve që i marrin njerëzit pra paskene fshihet pasuria. Pra paskene fshihet të hollat. Zoti na rujt dhe na mbrojt. Dhe kjo është musibet i madh. Dhe kjo është fitnë e madhe. Është lehtë për t'u thënë, është vështirë për t'u zbatuar. Qase pasuria vëllezër është e mishruar me njeriu, i duhet domosdo. E ajo që ka i duhet domosdo, kur t'hinje këtu edhe epshi, edhe teka, edhe qefi, edhe luksuzi, edhe komoditeti, ata e bën edhe ma të dashme, edhe ma të kanme. E kur njeriu fillon me mendu për pasuri dhe natë ditë mendi ka te pasuria, ata normale se kur t'i vjen për shembull feja dhe parja janë në zemra. Janë në zemra. Andaj ti sheh njerëz për shembull thotë, po ama, s'u fiton varë. A ki pasur njerëz për shembull thotë pa dallavera gjë s'kon. Pa mashtru pak nuk shkon, nuk fitohet. Apo mja kallxunë do të ketë defektet, nuk shitet ajo. E tash çfarë do të më bëj vëllazë? E ki fen edhe parën. E Allahu xhelal sprovon. Mirë po vëllazër, Allah e ka liç. Zoti pak sprovon, shumë jep. A e pa çfarë sprova ka kalu Musa alayhis salam? Po. Ama në krahasim me begatin, ama shumë begatia sprov, ma shumë begati se sprov. Mone me vëllazër ligjin e Zotit. Zoti pak sprovon, shumë t'jep. A e nën ato agjëru tash? Imi të agjeru, Zotë e bëf kabull për neve, ja Rabbel Alemin. A ma shumë begati kena sprov. Jo me pak sprova, që prejtë edhe pak deri 5-6. Ma shumë begati se sa sprov. Pak sa, shumë ha. Pak prit, shumë merë. Kitë knatësia e Ramazanit dhe zër. Kitë begatit Ramazanit. Me sajna të pagujt me 12 sahat mës me ongër buk. A shumë ashta. Kitë kjo knatësi, kitë kjo shyrdet, kitë kjo mirësi, kitë kjo begati, për pak mës me ongër buka, pak sprov, gjithë kitë begati. Apo, andaj vëzër, Allahu pak sprovon, shumë jep. Zoti jonë të bareke vë tjala. Andaj, problemi i sirbazve dhe atyre krerëve të shtetit ku ka qenë? Parja. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, fitnja e ummetit tem është pasuria. Vini re vëzër. Vini re. Firauni ka mendu se çfarë? Se ka ndorë edhe në zemrat e njerëzve. Andaj ka mendu sepse i ka ndorë qafat edhe zemrat. E Allahu gja kur i ballafaqon si rbaz me Musën, i pam detalet tani, i dini detalet. Çka tha Allahu gja? Wa ulqi as-saharatu sajidin. Goditja e vërtetës në zemër ka qenë shumë e fortë. Andaj kur ka hin hakin në zemër, të vërteta në zemër, s'kan ka bë sabër më një herë ulqi janë gjujt në sejdë. Janë gjujt në sejdë. Andaj vëzër, gjëja e parë që e bën i udhëzumi kur hin në Islam, çka bën? Masi të thojë shahadetin. Çka bën njëri i cili e ka ditë veten musliman, po s'ka i udhëzum çish duhet. Çka bën gjëjën e parë? Çka bën? Thot falna. Ta fali namazin. Udhëzimi me namaz mot të vëzër. Me çka e ka dhënë këto që udhëzun? Ulqi as-saharatu sajidin. Min harron sejdë. Andaj s'ka të udhëzum që s'besejse. S'ka udhëzim pas sejdë. Çish ti udhëzuma kryen ndërma? Çish? Ja kryen të poshtë. Ti nëse je udhëzu, nuk duhet kokën përpjet Allahut më amal. Kokën të ult. Balli të më ra sejdë. Balli të më ra poshtë. Balli të më nejt në pjesën më të ult tokës, për mi thënë Allahu ti je Zoti jam rob. E kur ti rrin kam, çai bie kjo? Kur thot Allahu ja hayya ala salat, ti nuk lëviz. Çai bie kjo? A je udhëzu ajo? E udhëzimi i parë. Pra, alameti i parë. Haki ka hinë zemër të sirbaz. Ta është veç alameti ka dalë. Veç shenja, veç simptomi. E simptomi i parë është ulqi as-saharatu sajidin. Sejdë. E tani
Qa than? Amanna bi rabbil alamin. I besuam Zotit botrave. Alamet i besimit o sejdja, alamet i besimit o rukuja, alamet i besimit o të shehudi, alamet i besimit o kur ti lidhësh namaz. Allahu Akbar. Që kjo alamet që i lëzue? A muhabet mundesh me po gjithë ditën? So njerëz bëjnë muhabet, a ban me namaz a pa namaz, a veç agjerim edhe me namaz. Ti mundesh me po muhabet gjithë ditën. Alamet i udhëzimit, alamet i kabullit agjerimit, cili tekbiri Allahu Akbar. Që kjo alamet? Që kjo alamet se ti i udhëzum? Që kjo alamet se ti e di se pikat ka ardhë udhëzimi Allahu subhanahu wa ta'ala? E tani vëzër, çka ndodhë? Çka quhet që kjo? Kjo quhet vëzër goditja e të vërtetës në zemër. Dhe nuri i cili nuk pyet atë veti dilli atë vinja jo? Jo. Nëse e gjen dritarën qel, edhe derën qel ishte edhe rezat mrena. E në atë moment kur ka mrije rezja e nurit të udhëzimit me të cilin ka ardhur Musa alayhis salam në zemrat e sihirbazve, në zemrat e kategorisë më të keqe në dunjë që ekziston. S'ka më të keq se sihirbazi. S'ka më keq. Veç Firauni ja më i keq se ata. Përndryshe sihirbaz i bie me rrotullu hakikatin. Andaj Allahu çka thot? Alqaw asiyahum hibalahum. E kanë gjujt litarët e tyre, wa asiyahum, edhe shkopat e tyre, edhe çfar khujile. Ju ka duk njerëzve si gjarpë. Sa kon gjarpën ajo? Arrejn o kon. Andaj sihirbazi rrejn. A ka më të këqij se çeta? Jo. E tani, çeta e kanë pranuar vërtetën, sepse ka një zemër. Andaj dhe shikoj ç'i lidhet Kur'ani. Kula lahu qawlan layyina. Thuni fjalë të mira të buta. Pse? Se qëllimi jam ja mor zemrën. Mi amor zemrën. E tani çka ndodh zot? Kur e pranojnë sihirbazat islamin dhe bin sejdë dhe dalin ka Musa, amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun, i besojmë Zotit botrave, Zotit Musës edhe Harunit. Tani më një herë, tani vjen pa kush. Tani vjen pa mentaliteti i keq i Firaunit. E tani këtu e kemi një mësim shumë të madh. Çdo tiran vëllazër, dhe çdo diktator, dhe çdo zullumçar, pim më të vogël det të më i madhi. Sepse vëllazër thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala në përmbledhjen e fetvave të tij, e cila quhet Majmu'ul Fatawa ose Majmu'atul Fatawa, e cila qëndron në 37 vëllimin e 14, thotë Sheikhul Islam Utaimi, në nefsin e Firaunit çka ka ekziston te nefsi çdo insanit në dunjë. Por çka ka pas mrena shpirtit Firauni, çdo njeri e ka, ama besimtari janë poshtë me besim, e ai tjetri e le. Apo andaj me vetë çdo njeri, a ki mëra këtë qiteti me të ngutije? A më kalzo drejt? A më su bandërvish, kalzo drejt? A ki mëra këtë shkupi me të ngutije? Po, ki merak. Se çdo njeri ka merak këtë me mgu muhe. Hiq edhe mizat këtë ka përceje, ka në vete të gjehine. Ka merak edhe mizat vete. A hinen me leja, pse ku morë leje? Për këtë arsye ti, shef, se çdo njeri ka merak që e ka pas merak Firauni. Sheikhul Islam Utaimi thotë, a di ku dallojnë? Faraoni ka pas kudret, edhe ka kallxuar. E njerëzit s'kan kudret, s'kallxojnë. Apo, andaj ti e sheh njerin, e kallxon firaunizmin e vet se ti ku ka kudret. Shpulla e gjeg gjalin e vet, pse? Ai do me gjeg edhe dikan më të madh, më s'n e gjega i mjeri. Pra me vet këtë çka e mit dikan çka më i dop, e çka e godet çka më i dop. A ki qit çefti me goditë pak më të fortë apo? Valla kam xhep, s'nim gjoj atina. A e kuptove se në nefsin e çdo kujt na firaunizmi? Mposhte me iman, mposhte me ata se Allahu xhelalu ala është mbi kudretet e të gjithëve. Një ditë pejgamberi alayhis salam e ka pa një sahabi të erre argatin e vet, të erre. Apo edhe i ka shku prej prapa pejgamberi alayhis salam. Dhe çai ka thonë, veç një llaf ja ka kallzu. Me të cilin llaf ja ka drejtuar atina. Këtë muhabetin i ka thonë, Allahu që të ka kriju tyje, a ma i fort kundër ti se ti kundër tina. Ti maksimumin e ki me mit, ama Allah se ka maksimumin me ti me të mit. Jo të len gjenem gjek, as nuk des, as nuk jeton. Andaj Allah kër e ka përmen gjenem lijen, që ka thonë? As nuk jeton ta, a jeton gjenem? A shpo jeton në dunja me gjithë me këto gazepe? E po jetoj kanë gjenem. As nuk jeton, as nuk des. Ma keq ako? S'ka ma keq. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka thënë a më i fort kundër tyje se sa ti kundër tina. Për këtë arsye thotë Sheikhul Islam Utaimi, çdo njeri ka pimrena firaunizmin, ama do të më mposht. E Firauni çka ka menue? Firauni ka mendu kështu. Ka mendu se masi i ka në dorë trupat e njerëzve,
ai ka mendu se i ka edhe në dorë, i ka në dorë edhe zemrat e njerëzve. Andaj ka bërtit mini herë. Amantum bihi qabla an adhana lakum. Jo, ai besut Musait para se më u dhan leje unë. Andaj çka e qytëm ligjëratën e fundit faraonin për këtë laf, ai qytëm mendjet rash. Ai tham të veçel. A ka ma të veçel dhe ahmak ai i cili thot, a nuk more leje tipi muë. Cëlla zemër merr leje, kallzom ti muë, cëlla zemër merr leje. A ka zemër që ka thot me izën tane ati? A ka? Cëlla zemër është? S'ka be zemër që thot a ban me izën e tane. Ti, a dush mi thanë ti, a keni pa njeri për shumë vëzë kur dëshurohet? Qka do kopë që dëshurohet? A mund është me atë tërturu dëshirën? Jo thonë, pse e dëshurun që ta? O qatë bëjë Allah, dëshirë kjo. A dëshirë? Pastaj ka procedura për të kaldu se ajo nuk ban mu dashuru, apo nuk ban me dash këta, këtë regull. Ama, a mundet mësmet me dash? S'ka mundësi. Po këta si ju lezer, pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam i ka qudur ka Allahu gjeluar dhe i ka thonë, o Zot, unë me gratë e mija jam i barabartë. Ja u daj bukën njësoj, veshjen njësoj, ekonomien njësoj, financat njësoj, sjelljen njësoj. O Allah, për në zemër mësu mërë logari, se e du Aishen ma shumë. Njënë mbi grave e du ma shumë. A i ka pas nën gra alayhi salatu wassalam. Andaj ka thonë Aishen e du ma shumë, mësu mërë logari o Zot për ketë. Pse? Se kjo s'lipi izën. Kjo nuk lipi izën. Zemra nuk lipi izën. Ata dua mës ta du. E zullumqart menojnë se ti kur dush me dash dikan, pse s'm ki vetë mu e thot. Pika pe do ti ata. Po të veçel nuk mundët me të vetë zemra, a ta duan as ta du. Nëse don me dash dikan, kanë du të mi mor leje. As prindit që ka bo se bep me arti dunja, a e veti prindin? A e veti prindin? Je nuk e vet. Po këta si jo dhe zë shiko. Por shiko në Martesa e ka procedurën e jashtme dhe të brendshme. E ka të brendshme dhe jashtme. Dhe të jashtme. E mirë. Cëna e jashtmja? E jashtmja, razillok i babës. Po ta jap, edhe mehri, edhe dëshmitari. Që ka procedura e jashtme? Që ka e banë hoxha? E procedura e brendshme? E për shkak se nuk ka një qa pa procedurë të brendshme djetarë që farthojnë. Edhe kushti një qahot është vullneti dhe pëlqimi i lirë prej dhëndrit dhe nusës. Nëse nusja thot se du në ketë, nuk mund e thot valla në nshkrujta une, po në nshkruj sa dush, s'du ma me martun me ta. Nëse dhëndri thot une se du që ketë nuse, baba thot valla une ja bona për hajrë, babës vetë, po ti sa dush bana për hajrë, une nuk e duhe. Andaj shart i një qaj cili jo, i mrenshmi cili jo, dhëndri dhe nusja du me thonë e du. Apo, e pejgamberi sa çfarë ka thonë? Për shkak se pëlqimi jo në zemër dhe marja është te nusja beqare, që ka thonë? Ajo heshtja e beqarës e do. Por shembull baba i thot, a e do filanin? Beqarja shumë. Pse shumë? Se i ven marrë me thonë po. A kur se do thot jo. A kur e do? Shumë. E veja, ajo që le a martu një ardë mu martu për zditi, ajo du të me fol vetë. Po jo, se ajo e ka kalu atë procedur të turpit të parë. A në vezër, nuk lip izën zemra, ata pranoj, mës të pranoj. Ata dua, mës të du. Andaj Allahu kër e ka përmen imanin në Kur'an, që ka thonë? Habbebe i lejkumul iman, wa kerrahe i lejkumul kufra, wal fusuqa, wal isjan. Allahu është ai cili në zemër ja u ka bë të dashur, imanin. Allah na bën zemër të dashur imanin, ja Rabbul Alamin. Në zemër dhe zër. Se veshje e nin, ama ftira e ki për prishët, se do. E nin, e shesini, e prek dora, ama zemra i vendimtari. Apo Allahu ja kur i ka përmen sahabët, çfarë ka thënë? Ulaike, këta janë njerëz të cilët Allahu zemrat ja u ka bë hazër për devotshmëri. Ja u ka vendos takvallokun në zemër, fi qulubihim, në zemrat e tyre. Mirë, kur Allah i ka përmen qafira se s'besojnë, ku e ka përmen problemin? Ka thonë këto s'nin mirë, ku të shkojsh bërtit ju pak të veshë. Jo, a ka thonë nuk shahin mirë? Apo, jo, e që shojnë. A di qëfar mene kanë? A di sa inteligent janë? Mirë, për që ka thonë? Khatem Allahu ala, e të një ajetin, surë Bakara. Khatem Allahu ala kulubihim, Allah e kam shilë zemrë. Në tërin, nuk e do. Andaj dhe zërë, zullumqarët, që e kemi këtu Firauni, qëfar ka thonë? A amantum bihi qabla an adhanakum? Ja, ka mendu ingrati se zemra është ajo e cila du të me pyt Firaunin. Pra, a dash me vetë, o Firaun, a ban të besojnë a këtina?
A të ban të besojnë aktina? Pyet zemra vëzër. Andaj, çka i tha Musa sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhela, thuj fjalë të buta se me bë me rrogë në zemër, këtë pushtetin është lot. Ata shumë vëzër një kryetar tjetër i cili kur ka folë me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ka qenë Najashiu, kryetari i Abesinis. Kur kanë shku sahabët tek ai, pejgamberi sa më ka lavdru. Ka thonë shkoni te ai, sa ajo njeri i cili s'ban zullum. Kur e kanë ai këtë fjalë, ky njeri që s'ban zullum, a e dini vëzër sa Allah i madh me thonë, ky njeri që s'ban zullum, që ka shumë problem sot një njeri thjesht më ia thon, çiki janë njeri që s'ban zullum, se njerëzit u metën të bëjnë zullum, u metën të bëjnë padrejti. Dhe kur e kanë në Xhashiu, ka filluar me kaj. Ka thonë, çështo ka thonë pejgamberi ju për mua. Unë jam që njeri s'baj zullum. Ka thonë, kallzoni pak për këtë fe. Çfarë feja juve? Dhe ka filluar Xhaferi, djali i Hoxhës pejgamberit sa mi kallzu. Ka ardhur Amr ibn Asim ju botë lashe, kemi shpjegu këta. Dhe në fund që ka thonë folni për Isën. Ja, folni për Isën. Dhe ka kallzu për Isën. Edhe në fund e ka pranuar Islamin te Xhaferi. E ka pranuar Islamin vëzër. Mirë po e kam sheh. Andaj kur ka ndru jetë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka kallzu Xhibraili se ka ndru jetë në Xhashiu, ka dal në xhami pejgamberi sa i ka thonë sahabeve, ngrituni t'ja falmi xhenazën një vllavit juve, një muslimanit i cili ka ndru jetë në Besini, në Xhashiu. Ai më ka besu mua e pa, se ka pa. Andaj është i vetmi njeri që ka besu e pejgamberi sallam në vaktin e vet pa e pa. Dhe ja koni Xhashiu. Me çka vëzër ka besu? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është një mbret që nuk bën zullum. Nuk bën zullum. Për çat arsye dhe për shkak strehës që e ka bëhe muslimanëve, Allahu ja ka shti imanin në zemër. Ku i ka imani? Në zemër. As nuk ka fal, as ka xhuru, as ka dhënë zeqat, as ka bo hax, Allah e ka bo xhenetli. Në zemër. Se si ka mri namazi, as si ka mri zeqati, as si ka mri haxhi, as si ka mri agjërimi, ama ja ka thith zemra vet fejnë Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye vëllazër nuk kërkon zemra leje për ta pranuar diçka. Andaj duhet t'i afrohet zemra mirësisë së Zotit xhelal, që të jetë afër begatisë imanit, që mos thithet diçka tjetër, që mos ndikohet diçka tjetër. Andaj zemrat janë gjëja më delikate të cilën Allahu e ka krijuar në trupin e njeriu. Pastaj çfarë tregon Allahu te bareke ve teala për Firaunin? Tani Firauni kur e sheh se kudreti i tij e te kalon trupin, nuk e te kalon trupin e njerit. Pra ti e ki qafën e ti ndorë, ama nuk e ki zemrën e ti ndorë. Andaj dhe Allahu xhel xelaluhu u alip njerëzve zemrat. Kur i ka thonë Ibrahimit alayhi salatu wasalam, therë djalin, a ka dashur Allah me therë djalin? Jo, se Allah ja ka thënë Ismaila pejgamberi i Zotit alayhi salatu wasalam. Mirë, po çka ka bëu Allahu xhel wala? I ka thonë Ibrahimit therë djalin. Kur e ka vendos thikën Ibrahimi, vini dhe vëllazë çaj, se kjo urtësia e Zotit xhela, e ka vendos thikën te e prej, thika sprat, se Allah ja ka hek prerjen. Ama të e prej këtu, tu dal pi zemrë. Të e prej këtu, tu dal pi zemrë. Kur i ka dal pi zemrë dhe ka pastru zemrë veç për Allahu xhel xelalu, i ka thonë o Ibrahim u krye. Ma e djalin tash. Allah i ta le djalin, ama zemrën sta le. Allahu ti le parët, ama thot nëse i do parët ti marr. Ma i parët, ama mos i duj. Ma e shpijen, mos o lidh shpijen për dera. Kini pa do, shpijen zemrë e ka lidh të dera, te bandash të kerri, që te ka lidh. Apo, në vazhdimisht që ty, ma e kerri nuk ka problem, ma e nuk ka problem e ki 100.000 euro kerri, s'na problem. Ama me bon zemra, zhak për kerri me shkue, kjo problem. Allah nuk e do një zemrë e cila i nështrohet hekurit. Zemrën jep ja Zotit, Allah i ta jep materiali, merë materiali. Allah ka kriju e gjenetin e Zotit xhel xelalu. I funi gjenetli, 10 dunjaja i ka aty. Ama, qfar? Zemrën be mamue. Allah e lip zemrën. E Firauni se ka pas ndorë zemrën e njeriut. Dhe s'ka njeri që ka ndorë zemrën e njeriut. Andaj qfar i ka than? Ka than, fesaufe ta'lemun, le uqatti'anne ejdijekum. Shiko vëzër sa precis vjen Kur'ani. Ka than Firauni, ka than, e tash e shifni çka ju bajon e juve. Ama, a mund është këtu me prek? Ja, së më prek këtu. Te zemra s'ka me prek. Qka? Ka thënë, kam ja u këput durt. Durt, që durt. Kam ja u këput kont. Ama, a muna i hek imani bi zemre? Jo. Thumme le usallibennekum. Pastaj ka me ju gushdue në kryq. Ka me ju vnue ndër. E mirë o dhe zërë,
Që kjo, a dënimi trupit, a dënimi zemrës? Është dënimi zemrës, dënimi trupit, jo dënimi zemrës. Andaj ato që kanë thënë, për çka jetu i mund t'i me neve? Që kena besua? Apo, ka thënë, o Allah, na mundso me dek musliman, o Allah, na jep sabër. Për këtë asyl dhe zër, pushteti Allahut është në zemër, a pushteti njerëzve kuro? Në dur. Andaj ka thënë, kam ju këput durt. E Firauni ka mendue se me këput më në dorës ndikohet zemra, ama nuk është ashtu. Se me të këput më në dorës nuk ndikohet zemra. Ja kanë këput dorë. Edhe a mundu me i mytë ketë, ama prap imani ka met në zemrat e tëre. Kjo çka quhet dhe zër? Kjo quhet rruga e kriminelve, e cila është kërcënimi, friksimi, terrori, kur do me i tut besimtarët. Andaj ka thënë saufa ta'lamun. E shifni unë çka ju baj. A është kjo gjuhë e pejgamberit? A është kjo gjuhë e Musa alayhis salam? A i ka thënë Musa alayhis salam Firaun ajtë se e shati që ka me të bëhune? A i ka thënë qështu? A i ka thënë a ti sumnje? A i ka thënë ti kime që ka me të gjetë? Jo. Kaula lejjine, fol but. A kush e ka qu? Rabbul Izze, Zoti i botrave, ka thënë fol but. E ki kriminalit që ka fol ashpër. Për këtë arsye Allah këta e ka mbyt, e ka shpëtu Musa alayhis salam. Andaj rruga e kriminalëve dhe vesilja dhe mjeti i ketë kriminalëve dhe tiranëve në dunja, cila është kërcënimi, shantazhimi, dënimi, burgosja, vrasja e krejt atyre që i dalin kërshi tiranëve dhe kriminalëve dhe atyre të zot u a thonë të vërtetën në fytyrë. Tjetra vëzër prej dobive që i kanë nxjerrë dietarët, dhe ka shumë dobive, që kemi 3 sure këtu, por nuk kemi mundësi të gjitha dobit me nxjerr, edhe disa prej dobive. Rabbana afrigh alejna sabran wa thabbit Rabbana afrigh alejna sabran wa tawaffana muslimin. Kanë thonë sirbas mas i kanë besu, o Allah, o Zoti jon, na jep sabër. Na jep sabër dhe na mundso me vdek musliman. Pse e kanë thonë edhe këta? Pse e kanë thonë? Se këto e kanë pas bindje se kjo luftë nuk përfundon me lëshimin e Firaunit, po përfundon me arrogancë të tij. Pra se ka një jetë ai më shlupen. Andaj na jep sabër o Zot. Për këtë arsye vëllezër, kjo është një mësim shumë i madh. Muslimani duhet me lut Allahin me dhon sabër, se ka një jetë sprova mund dal. Ti kur ke hin iman, kur ke hin islam, sprovat kanë me të ardhur. Sprovat kanë la raman, nuk i di çfarë vin. A vin pasuri, a vin shtëpi, a vin forma të ndryshme, apo në trup, apo në shpirt, apo në zemër, apo shoqëri, social, financa, nuk ka rëndësi, Allah e di çfarë sprove të vjen. Ama ti nuk duhesh me mendu anën e sprovës, ti mendoj anën e tane. Ti mos u mirë çka të çon Zoti, ti merru çysh me ballavaxhuar me këta. Andaj këto nuk e kanë menutash çysh i bjeki ku të na guzhdoje, ku të na i preje durt, ku të na i preje kam. Mi thon Firaunit, o Firaun, mo besë më dhamin kam, mo besë dora shumë dhem. Jo, se kanë menu këtë pjesë, që kanë menu? Afrigh alejna sabran. O Allah, jep na sabër. Pra janë mirë me Zotin. Andaj gjasprova dhe zot, gjasprova. Ti drejtoj Allahu xhelalu. Ti shko këtë Zoti xhelalu. Ti thuaj Allah japëm sabër. O Allah, shto ma sabrin. O Allah, ma mundëso se ta të i kaloj këtë sprovë. Mos u mirë, gjithë kjo sprovë e madhe më ka ardhur. Mos hin detalet sprovës, por hin detalet e sabrit. O Allah, japëm sabër. Andaj shikov si irbazat. O dhe zë, kur e kanë mësu këtë mësim, ndakik be janë bo musliman, ndakik. Qysh janë konë të dash me mujt, veç kanë dollë ka Musa alayhis salam. Kur i kanë morë këtë të mësime, kur deporton imanin zemër, me automatizëm e hek bërlogin, edhe mbetet pasërtia në ta. Andaj, qëfar kanë thanë? Afrigh alejna sabra, afrigh alejna sabra, na jep o Zot sabër. Andaj, duaja besimtari, cila, na jep sabër. Që ta kuptosh ma thjesht, ta është i agjërushëm. Apo, a thu ti, por shembull, gjatë agjërimit, a thu që shqibjem me pi uj, a të kënaq uj, ja mëse menon këtë mund. O Allah, jepëm sabër. Ti e menon sabrin, apo ti e menon sabrin dhe fundin. Andaj jeta komplet është sabër dhe në fund xhenet. Sabër dhe në fund xhenet. Andaj Allahu që ka thënë në Kur'an, "Ista'inu bis sabri was salat." Ndihmohuni me sabër edhe namaz. Ndihmohuni me sabër edhe me namaz. Pastaj vëzër, çfarë ndodh? Kur Firauni e sheh që nuk ka kthim te këta, këta u banën besimtarë dhe imani ka fut rrezët e veta dhe rrajt e veta thellë në zemrat e tyre. E kur e shet që është i paaft për ti ndalë prej besimit, për të ndalë nga ana e tij, jo nga ana e Musait alayhis salam, atëherë dhe çfarë bën? Atëherë
e rrotullon komplet monirën e tina. E këthen, prej dosta i bën armiq. Dostat e vet i bën armiq. Dhe kjo vëzë rruga e kriminalëve. Në atë moment të cilin e gjenë se që ato që i kanë shërby nuk po i shërbejnë mu, nuk ja kryin interesën, nuk i shkojnë vijës atina, qëfar i ban? I akuzon. Qëka i ka akuzue? Ka thënë, inne hadha le mekrun mekertubuhu fil Medine. Ka thënë, që kjo është një kurth që ka ma këni baju muhe. Kush ka bo këtë kurth? Kush i thiri sirbazat në palat? Firauni. E pse kurth? Pse kanë besue. Andaj momentin që ka beson një besimtar dhe hynë në islam, dhe fillon me fal namaz, dhe fillon me agjeru, dhe fillon me bo haq, dhe fillon me dhon zeqat, dhe fillon me lan haramat, çka i thonë? Se kena prit bëbitije, i kanë njëri mirë veti. Apo, dhe fillojnë me akuzu pa kur farbaze. Pse? Vetëm se ai më nuk është shërbimin çka ata e kanë menduar. Për këtë arsye vëllezër, është traditë e zullumçarëve, që në atë moment që nuk ju shërbejnë miqtë e vet, i shëndrojnë në armiq. I ka shëndruar ndak i sirbazat, që i ka marrë me rrok, i ka pos dosta, edhe ka thonë, "O ma tanqimu minna." Ç'a bana mu Firauna? A na thirrë ti? Po. Pa peshe, a thave ti si të fitojna, ama mundet edhe ki me fitu. A thave ti je demokrat, a thave je liberal. Që s'po pranon tash? A fitoj Musa? Po. Kapaciteti jon, ti a na thave kështu. Ju si irbas ti një matë naltit këtu, që e dini këtë punë. Si ta fitoni, ju vi namaz. Si të fitoj e ki, shkoj namaz tina. E tash ki ka nama i fort. Këse kush e ka di vëzër mas mirë ti që është Musa pejgamber? Si irbas. Pse? Sepse si irbast e din se kudreti se hirës në dorën e njerit ku përfundon, edhe ku bohin hinore. Andaj këtë që kanë thanë? Ka thanë, nuk ka për kjo që ka të bo Musa, s'ka të bajke me se hire. Kjo kana komplet jashtë kudretit njerëzor. Andaj kanë besue. E pse u ka idhnu Firauni? Sepse ata kanë besu pa lejen e Firaunit dhe i ka shëndruhe në armiq. Kjo dhe zë sa i përket surën Araf. Tani kalojmë disa prej mësimeve në surën e Shuara, dhe me këta i përfundojnë këto 3 takime dhe mësimet e 3 takime që të vazhdojnë pasaj çfarë ka ndodhur me Musa'in alayhis salam dhe me bijtë e Israilit, se si i kanë ndjekë dhe ju ka shkuar pas. Kur u taku për 3 herë, çka i tha? Tha, o Musa, kush të ka rrit tije? Kush të ka rrit tije? Dhe kjo është metoda e kriminalëve dhe metoda e zullumçarëve kur e shohin të vërtetën. Fillojnë mi përmend të mirat. Ku ki hang buk, ku ki pi ujë. E për shembull kjo ndodh shpesh në familje. Çish be babës ti kështu me bë. E çfarë do bëj do fal. Çish be babës una përçetat rrita. Po çish be bija emet ja una përçetati për mu mlua. E fillojnë çfarë? Fillojnë me përdor metoda të gabuara. Këto nuk janë metoda në rregulla. Ti pse ki rrit ata? Argat tanin argat Zotit. Ti a ki bo rob për vetja, rob të Allahit. E vladi jota, rob i Zotit. Rob i Zotit. E çish mund është ti mi thanë e vladit tan, kur ai për shembull fillon me mor rrugën e Zotit, puna për çtat ku më rrita. Jo nuk ban kështu vëzë. Andaj ti sheh se shumë prej atyre të cilët mendojnë se kanë dorë të dikush, të cilët kanë mendue dhe ata e kanë bë planin çfarë? Për çka e ka rrit? Firauni e ka rrit për arsye të tjera, e di arsyet e bab. Andaj përmendja e begative dhe të mirave, të cilat ata nuk i bojnë, dhe të përtejt për ata. Apo, mirë për përshaj i bojnë për t'i zonë ngusht njerëzit. Andaj ka thonë, ku ki hangë bukti, kush ka rrit tije, e kështu më ratë. Pas sa qëfar i ka thonë, wa ente minel kafirin. Ka thonë tije pi qafirave, pi mohuesve. Pse i ka thonë, wa faalte fealet e kelleti faalt. Ka thonë e ki boni vepër, vini re. E përmenu gjëratën kaluar, e ki bani vepër, o Musa, marra me ta përmen, qa që keqe që ja. Apo, qa që keqe që ja. Kush kujna pi thot? Faraoni i cili ka vra foshnje. Dhe zë meri 2 skena. Një njeri, atë e vra një njeri. Dhe një njeri atë e prej një fmi. Në siret parë, nëse i shep për një herë, cilit e tia ma i keq? Që këshka të prej fmi? Se funi ke i madh. Apo, mirë, syreti 2. Një njeri e shtin dikan pahiri edhe vdes. Edhe tjetri, me thik foshën e pret. Cili ama i keq? I cili pret foshnje. E mirë, nëse ki i pret me mija foshnje, edhe një tjetër pahiri e mirë një njeri. A ka drejt që ki që ka prej fmi dhe foshnje, mi thonë këtina,
E ki bati një punë, s'po ta përnena se marrë. Që ki ka drejt me folsta? Ki I cili dur ti ka me gjak fëmijëve. Ki ka drejta, si kur plot për njerëzve, I mbushuran nga bime, I mbushuran zullume, munot me të kalzu, kjo a zullum, kjo a zullum. Ti po kalzon që ka zulluma? Ti shkitet me kalzu që ka zullum. Ti laj njerë për zullumi, tanë mësoni kalzu që ka zullum. Ti pastroj e njëherë. Andaj Firauni kujt bi thot? Musës. O Musa, mos ta përmena tash veprën se shumë e shumtume, e ki vrani njeri. E mirë, kur ja kthej Musa alayhis salam e ndroi këtë muhabetin. Andaj dhe shumë I gjejmë neve sot pi zullumqarëve, apo dalin thojnë paqja në dunja, paqja në botë, mitën të vra njerëz, mitën të terrorizu njerëz, mitën të shkatru njerëz, mitën të indjek njerëz, edhe më fund çka thojnë? Duhet me pas rënë në dunjaja. Kush duhet me pas rënë? Ju keni menu rëna? Po ju mitën të vra njerëz, apo? Ju mitën të vra, apo? E për këtë arsye vëllezër, shumë për njerëz që I kanë të përly me durt, me çka? Me zullum, del ti I shohin thonë për harmoni. A e shihni njerëz vëllezër? A e shihni çka bën? Flasin për shembull. Sot për shembull na I gjejmë njerëz plot. Ai ka pas ndurt e veta plot pi punëve, po kur I ka ra pushteti thot, çka janë këto gjate? Po ti 30 vet më I kanë. A janë çto gjate të njëjta? Ti ki met me na kallzu se çto gjate janë rregulla. S'pas ka rregull, këtu s'pas ka rregull aty. Po ti kur e ki pas ndor, çka ki po? Ti kur e ki pas ndor, çka ki po? Po këtë arsye vëllezër, Firauni, dhe Allah na mëson në bensaja, se shumë prej njerëzve I kanë përlime durt me gjak të fëmijëve dhe dalin na folin neve se ki ka boni të keqe, po mos t'ja përmendna. Kush po thot? Ky me zullum derin në hunën e vet, derin krin e vet, del na kallzon neve se s'ban çështu e nuk ban çështu. Andaj se ta mësojnë se Kur'ani neve na I zbulon kriminalët se si mendojnë. Pastaj çfarë ka thënë? Kur I ka thënë ti je prej qafirave. Ha? Pse I ka thënë qafirave? Se ma ki mohu e mua të mirën që ta kam bëune. Pastaj, kur ja ka kthie Musa, ç'e ka kthi? Ka thënë o Firaun, a më kallzon ti mua, çish ka ardh puna ti me mrit mua? Ja? A tham, mas I piqel mi arkivet piqel na ket. Hajde dosjet keti qelna. E kur ti qelna dosjet, a I sigur që I pastër? Pa I pastër? A I qelna dosjet? Hajde qelna dosjet. Edhe Allahu xhelali thot Musa alayhis salam, përmenja. Mos ja I ka me rak me përmenja. O Firaun, am pas ke rrit po, pas na jetu të ti po, më ki dhon me hangër po, me pi po, në rregull. Am kallzon, ku më ki gjet ti mua? Në luma, në sanëk apo? E qysh puna nana e vladin me gjujnë sanëk? Qa ki boti? Sa fmiti ki vrau Firaun, derisa ka artë une. E mirë vëllezër, kjo një mësim shumë I madh. Kur ti ngushtohet rrethi zullumqarëve, e ndron muhabetin. Andaj kur ja ka nis Musa alayhis salam ka thënë ve tilke ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israila. Ka thënë o Firaun, unë të ti kam ardhur se ti ki vrah shumë fushë për bijve të Israilit, e nëna ime më ka gjujt sanëk, e ti jo pi qefit më ki mor mua. E kur ka nis mi u dal dosja edhe krimin në shesh, që ka thënë? E ka ndruar muhabetin. Kale Firaun wa ma rabbul alamin. E ndron muhabetin. Çka tham? Del me mizën televizor aty. Kur t'ja nisin krimët mi u dal kriminelve, sateliti hupët. Ku ka sateliti? Ku ama çka satelit mo? E hekin kanalin këtë komplet. Pse? Sepse ata e përdorin veç krimin për kan. Ka boki krim, ka boki krim, ka boki krim. E kur t'ju dale atyre ata organizator të cilët e kanë bo skenarin krejt. Ku shemoni këtë skenar me arë Musa deri këtu? Ti o Firaun apo? Ti o Firaun I cili ke vra foshtin nëna eme pitutës më ka shlu në uj, pitutës më ka shlu në uj dhe ka marrë të ti. Andaj, është metod e zullumqarëve që ti ndrojnë kanalet, që ti ndrojnë shtratin e muhabeteve, që ta ndrojnë diskutimin. A e ki pa dhe kjo ndove zërë mrena muhabeteve? A e ki pa kur në ngushtot, a me leket muhabet, ndroje. Ka dalës më se ndro, kur ta qesh qkoj dërin fund. Për këtë arsye vëllezër, flasin zullumqarët me gjysmë goje. Qelin e tim mshel, qelin e tim e mshel, qelin e tim e mshel. I qel 20 tema, asnjë se mshel. Mshel e temën. Kur ta qelsh, duhet mi adhon epilogin. Dhe epilogin fund? Epilogi o vëllezër është përfundimi I skenar. A keni pa kur lexon një roman? A keni pa në fund? Thu tamam, e kuptova. Këtë që kjo keni muhabet. Çdo surë vëllezër ka një fillim, elif lam mim, edhe ka në fund epilog. Në fundi, ç'kjo fundi. Ne do ta shohim cili ka epilogi këtë
Musa alayhis salam. Çka do Allah me bë me këtë Firaun? Andaj vëzë, prej metodave të kriminalëve është që ti hapin do debate kurse në fiton. Ai ki bën emisione? Kur e thirin dikan, ai kur e ka bë emisionin, e ka bë që dale gazetari, ai dale fitimtar. Kur e shet që ai po hub, çka bë? Thot marketing. Pse marketing? Se e ka hup muhabetin. Kur te hupe muhabetin, kur dale ai keq, apo atëre ja kputin emisionin, ja kputin atë pjesën që ka e ka injizuar. Për çfarë arsye? Sepse ata nuk dojnë me dal keq. Allahu subhanahu wa taala na mëson nëpërmjet këtyre fjalive në Kur'an. Tjetra vëzër, edhe kjo është e fundit, po e përfundon, ka shumë mësime, 3 sure të mëdha. Kur nuk mujti me fitu Musa alayhis salam, shkopi u bë gjarpën, dora u bë e bardh, apo argumente pas argumenteve, Zoti qive, Zoti tokës, çka kanë mes tyre, Zoti juve, Zoti baballarëve të juve, ai cili e zbret shiun, ai cili ka kriju tokën, ai cili ka dhënë lumet, ai cili ka dhënë bukën, ujin. Kur ja përmeni Musa derisa ato begati, këto s'kan qish mundësi me u mposht. Atër çka tha kale la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin. Ka thënë o Musa, o nale këtë muhabet. Të një muhabet Allahu, Zoti qive, Zoti tokës, shkopi po gjarpën, qish nale këtë muhabet. Atër çfarë ka thënë? Ka thënë nëse nuk e nal, unë e ty të burgosi. Andaj argumenti i kriminalit dhe zullumçarit dhe faraonit, cili ka qenë? Ja ky. Unë burgosi. Ja, shtypja, shantazhi, presioni, apo manovrat, kurthat, e gjungurin, e mshej dorën, ban zullum, thot si jam une, aj, kështu. Pse? Sepse lejnit të khadh të ilahen gajri. O Musa, leket muhabet të Zoti qive, Zoti tokë, leket. Me ba edhe një herë me të pa që nuk u madhëron në muë, unë e mburg të shti. A argument kjo vëzër? Që kjo argument, a? A argument kër i thu dikujna për shemull? Për shemull, ti e ki një debat. Edhe për shemull, thot, ajde në zena argumentet. Apo, ti argumentet e tua, ajde latina. E për shemull, thot, ajde në zënë të arasi grush. Po kjo nuk ka argument, kjo nuk ka argument. Argument, ja, fakti. Kur'ani Allah dhe suneti pejgamberit alayhis salam. E kur ti thu për shemull, po, amë unë shti në burg. E po tash, kjo në burg s'ka të bëjmë argumenti kur gjo. Unë të vras, s'ka të bëjmë argumenti kur gjo. Kur ti thave si irbaz, unë ju vras. Po ti mundesh me vra. Andaj ato çka i than si irbaz të dytë. Çka i than surë Shuara? Faqdi ma anta qasurata. Ti tash ka dush tu me të na vrana, kjo mesele tjetër. Po kjo s'ka të bëjmë argumentin. Na i kena besuar argumentet e Zotit ton. Andaj vëzër, nuk ka argument të kriminalet pas forca. Për këtë arsye vëllezër, Allahu xhelel xhelaluhu ka mujt Kur'anin me e bë këtë forcë. Apo, ka mujt me bë këtë forcë. Çdo surë në Kur'an me çka fillon? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. A dini sa ka takat Allahi? Sa ka takat Allahu? S'munët logjika njerëzore me perceptu se takat ka Allahu xhelel xhelal. Thot Allahu xhelal kur e tregon azapin ditën e Kiametit në Kur'an, wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Ditë Kiametit Allah e përshkruan një skenë. Kur dalin njerëzit ditë gjykimit, kur ta shohin çka ka kriju Zoti pi xhenemit, për vështirësisë, çka thonë? Kanë me thonë, kurse pas mi menu se dhe qështu mund. A dhe që si azapi ka. Sikur që edhe për në gjenet që ka kriju Allahu gja, që ka thonë për nga mërë a.s. Ma la ajnun ra'et, wa la udhunun semi'at, asini se ka pa, as veshi se ka ngu, as si ka shku ndërmen njeriu që, a qështu mund e ta? Andaj kur ta futë Allahu të fundi njeri në gjenet, Allah në vop me himit partë ja Rabbel Alemin, me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Nëse si jena pit parëve, inshallah pit fundve, po më rëndësi me hi dikur. I njeri fundi që ka hi në gjenet, kur e futë Allahu në gjenet, a dini që ka i thëtë Allahu gjele gjelalu? Sa a mune para më piku ka dal, a mune para më piku ka pin gjenem. Edhe i thot Allahu, a i ki bol dhe dunjaja, a di sa janë dhe dunjaja, dhe bota, metër katror. A di që ka i thot? A di sa i Bukhari thot, o Zot, a hajgare me mua, hajgare dhe dunjaja. Që ka i thot Allahu Gjela? Thot, unë zbaj hajgare, merituat janë. Andë dhe zë shiko, Allahu Gjela
Neve gjithmonë na e tregon Kur'an rahmetin, mëshirën. Nuk e fillon me azab, nuk e fillon me ashpërsi. Pse? Sepse qëllimi është me pranu fejnë Allahu te bareke ve taala. Qëllimi është me udhëzue njerëzit me rahmetin e Zotit te bareke ve taala. E qëllimi kriminalëve cili është leje'alennaka minal masjunin. O Musa, ja naluja të burgosi. Ja naluja të burgosi. Ama kjo është argumenti më i dopt. Argumenti më i dopt në diskutim cili kur ti e kthen gjuhën e dhunës, kur ti e kthen gjuhën e ashpërsisë. Andaj Allahu xhelalu kur e ka ngrit feneve, çka ka thënë? La ikrahe fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. S'ka dhunë fe. Në Islam nuk mundesh me i me dhunë, madje me hi me dhunë s'pranohet. Mi thonë ti njonit, ja gjoroja të mis. Ai që ditë me net pa buk nuk ka gjorushëm, se në jetin se ka. Mi thonë njonit, ja valu, ja s'ka. E s'ka edhe me net pizorit, apo? Njani me tha për shembull, që ki dyqysh të pizorit, po be njani e ka kërcu që tu me net. Që ka i thona, po liroj marrë se nuk valet me zor. Liroj, s'ka namaz për tije. Nuk ka namaz pa njet, nuk ka namaz pa zemër, nuk ka Islam pa hi me vullnet. Andaj Allah ka thonë, la ikrahe fid din, s'ka me dhunë. Nuk ka me dhunë, ja hi me qef, ja s'ka. Për këta si u dhe zërë, por shkak se feja e Zotit është e madhe, Allah thotë mos ja jepni kërkujt me dhunë. Si duhe me hinë të hije? Fa men sha'a falyu'min wa men sha'a falyakfur. Allah thotë kush dojle të besoje, kush dojle të me mohoje. E na mirë me ton ditën e Kiametit. Këtu vëzër ka edhe qindra, edhe dhjetra mësime, nga se janë 3 sure. Sure Al-A'raf, sure Taha edhe sure Shu'ara. Mirë po na me kaq, por përfundojna 3 takimet e Musait alayhi salatu wasalam me Firaunin, që të vazhdojna pasaj çka mas i besojnë sirbas, si do t'i ndjek Firauni Musain alayhi salatu wasalam me bitë e Israilit, dhe si do të mundohet me e pështu Musai popullin e vet nga arroganca e Faraonit. Këtë do të shohim me lenin Allahu te bareke ve taala në ligjëratat e ardhshme. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu në këtë ditë Ramazani, në këtë ditë të madhe të Zotit xhel xhelalu dhe ditë të shenjta të Zotit te bareke ve taala, Allahu na mundson me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me udhëzu me Kur'an. Na mundson Allahu te bareke ve taala që gjithmonë të shkojna pas rrugës së Zotit, udhëzimit të Allahut, sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhel xhelalu na mundson që të jetojmë me Islam, që të rritemi me Islam dhe të dorëzojna amanetin e fundit Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.